Unë kam organizuar shumë konferenca që në vitin 2016, madje edhe sot mbasdite, kam një konferencë pikërisht për zgjerimin e Evropës. E kam sot mbasdite dhe do të flas sigurisht edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë. E keni përmendur, po pikërisht zonja Ardiona, e keni përmendur që nuk e leni asnjëherë anash në fjalimet dhe në diskutimet e juaja këtë çështjen e Kosovës dhe Shqipërisë. Për mua janë të dyja në të njëjtën në balancë, ato peshojnë njësoj. Sa herë kam folur për Shqipërinë, kam folur dhe për Kosovën. Madje për Kosovën kam organizuar në ditën e 8 marsit, që është dita internacionale të drejtave të gruas, kemi organizuar një konferencë që quhej do të thotë të jesh feministe në Evropë sot. Dhe në këtë konferencë kam përmendur edhe atë që gratë kosovare kanë jetuar gjatë luftës dhe forcën që ato kanë gjetur për të rindërtuar pas të gjithë asaj apokalipsi që ndodhi gjatë luftës së Kosovës. Kam folur për Sherife Lutën, imazhin e saj kur e kam treguar i ka impresionuar shumë publikun francez, sepse është tamam imazhi i gruas që ngjesës që pëson një violencë jashtë logjike njerëzore dhe që ajo ka gjetur forcën ta tejkalojë dhe të rindërtoj jetën e saj. Këto janë shembuj shumë frymëzues.